Ditën e djeshme në një përballje me ritme dhe emocione, luftëtari ka arritur të marrë një pikë mjaft të vlefshme në transferten e vështirë ndaj Kukësit, me rezultatin përfundimtar 2-2. Bluzin Gjirokastrit treguan vendosmëri në një sfidë që nuk mungoi me surprize e përmbysje në ndeshjen e luajtur në Kukës Arena. Takimi nisi me vrull me skuadrin e drejtuar nga stafi teknik bluzi, që mori frenin e lojës që në minutat e para. Presioni vazhdueshëm u shpërblye në minutën e 11, ku gjetja e këtij sezoni, Starling shfrytëzoi në një mënyrë perfekte një aksion të shpejtë dhe mposhti portierin vendas, duke çuar luftëtarin në avantazh. Në vërtet ne kishim marrë për të marrë 3 pikët, kuptohet që na prisej një ndeshje e vështirë, aq më tepër që Kuksi ka vite që është në elitën e futbollit shqiptar, e dinim që do sulmonin shumë me forcat para lart, por që në disa momente ne na mungoi përqendrimi. Edhe normalisht kur në këto ekipe ku luan edhe në këto fusha ku luan në një moment shpërqendrimi do shkohesh. Kishim ardhur për ta fituar ndeshjen edhe e dinim që do asnim vështirësi, por kishim shumë shanse edhe me dëshpërim më vjen që nuk e morëm 3 pikë, ishim shumë afër, krijuam më shumë raste, ishim më në epërsi. Por gjithsesi i kënaqur dhe me 1 pikë, se kampionati është i gjatë edhe e rëndësishme është që ekipi performon mirë nga ndeshje në ndeshje. Duhet të rritemi, jemi ekip i ri, duhet të rritemi dhe duhet të jemi më të përqendruar në momentet që kalim në avantazh. Pas golit, loja u bë më e hapur me Kuksin. Megjithatë, fundi pjesës së parë solli një skenar krejt tjetër. 3 gola brenda 3 minutash që ndezën ndeshjen. Fillimisht Sadiq arriti të barazoi për Kuksin, por gëzimi i verilindorëve zgjati pak sekonda. Në minutën e 46, sulmuesi Isteri realizoi një gol të bukur dhe plot vendosmëri, duke rikthyer menjëherë epërsinë për luftëtarin. Por në 2 minutin e shtesës së lojës së parë, vendasit arritën sërish të barazojnë me anë të Dragoshit, duke vulosur rezultatin e pjesës së parë në 2-2. Pjesë e dytë ishte më e ekuilibruar. Ky barazim i çmuar ndihmoi skuadrën bluzi të largohet nga zona e ftohtë, duke u ngjitur në vendin e 8 të renditjes. Kemi punuar dhe besonim se do ta fitonim ndeshjen, sepse që edhe një rival direkt në luftën poshtë renditjes. Nuk më pëlqejnë golat e kundërshtarit sepse janë gola shumë të lehtë, nuk duhet të marrim gola kaq të lehtë, sepse ikin ndeshjet dhe ikin dhe pikën. Unë besoj se ekipi më ndjek, edhe këta lojtarë me eksperiencë që i kam drejtu dhe diku tjetër apo qoftë edhe të Kuksi, edhe lojtarët e rinj që kanë ardhur, që kanë cilësi, por duhet t'i mësojmë ne si staf, t'i rregullojmë, t'i bëjmë gjëra drejt kur kemi topin, kur s'kemi topin. Por gjithmonë betem besim plot te këta djemë, sepse kanë cilësi, edhe i kemi armët i bëjmë keq çdo ekipi, jo vetëm ekipe që janë poshtë në renditje, por ato që janë sipër renditje. Sfida e radhës do të jetë në 29 tetor në stadiumin e Gjirokastrës, ku luftëtari do të presë Laçin.